Edhe një dhurim i vetëm gjaku mund të shpëtoj jetë, apo jo? Shpëton 3 jetë në fakt. 3 Ne jetë? gjithmonë themi që merr vetëm 10 minuta nga koha jote për të shpëtuar 3 jetë. Sepse gjaku që ju dhuroni ndahet në komponentet vetë gjakut, kështu që pacienti merr komponentin për cilën ka nevojë. Prandaj një dhurim i gjakut të plot ndahet në 3 komponente të ndryshme duke i shkuar 3 pacientëve të ndryshëm. A mund të ndalemi pak këtu për të analizuar se cilat janë ato grupe të njerëzve që sot ka nevojë më shumë për dhurim gjaku? Kategoria më e madhe e pacientëve kuptohet që janë pacientët që vuajnë nga talasemia, duke qenë se ne jemi një vend endemik për sa i përket talasemisë apo dhe drepanocitozës. Pastaj janë pacientët të cilët kanë sëmundje të tjera shoqëruese të gjakut apo sëmundje malinje të tjera të gjakut, pacientët që kanë nevojë për trajtime onkologjike, pacientët të cilët kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale, ashtu siç e thatë edhe ju më përpara, gratë me komplikacione gjatë shtatzanisë, por jo vetëm me komplikacione ginekologjike, kështu që ka një mori kategorisht të pacientëve. Por kategoria më e madhe mbetet sërish pacientët talasemik.